Kandidati i djathtë për Bashkinë e Pogradecit, Eduard Kapri, ka zhvilluar një takim me banorë të fshatit të Bratomir. Unë njoh nga afër problemet tuaja, tha zoti Kapri, e do të punojmë bashkërisht pas 21 qershorit për zgjidhjen e tyre. Ndër pikat kryesore të programit elektoral për këtë zonë ishin përmirësimi i infrastrukturës rrugore, kanalizimet të ujrave të zeza dhe transparencë në dhënien e ndihmës ekonomike. Do sigurojmë hapjen e 4 pikave magazinimi, frigoriferimi që do jenë në shërbim të banorëve të zonës me qëllim që të grumbullohen dhe njëkohësisht do shërbejnë dhe si tregje shitje për produktet e tyre. Për arsye se në shumë vende ku unë kam qenë, një nga pikat kryesore ishte vërtet ne prodhojmë. Mundohemi të rvitin, por në fundit nuk realizojmë dot shitjen. Dhe në lidhje me këtë ka marrë përsipër që në këto 4 vjet të mundësojmë nëpërmjet partneritetit publik-privat, duke u nxitur nga bashkia dhe me privatin të mundësojmë hapjen e këtyre 4 pikave. Sidomos dhe njëkohësisht në vendet ku ka dhe blegtori të mundësojmë të hapjen dhe të 3 baxhave. Ka ikur koha që rrugët dhe kushtet e infrastrukturës në përfshatra të mbeten në këtë gjendje. Të jetë një rrugë e qarkullueshme, komode, ku mund t'i bëhet të paktën tamponi që ju të lëvizin në mënyrë të rregullt, të jeni me së të bindur që do të realizojmë dhe do të realizojmë bashkërisht.